Pyetja e madhe është edhe e para. Përse Lazgushin e harruan, e lante cepi, do të nuk kishte nuk merrte pjesë në mbledhjet e partisë. Sepse Lazgushi ishte njeri i lirë. Dhe për ta ilustruar këtë, unë do të lexoj një pjesë nga ditari i babit tim, ku shkruan për një ngjarje, për një incident që ka pas me Sejfullah Malshovën. Po, patjetër. Ishte viti 45, Sejfullah ishte 1945, Sejfullah ishte ministri i kulturës. I pari pas luftës luftore. Me kryeministrin Enver Hoxhën. Me kryeministrin Enver Hoxhën. Edhe unë do ta lexoj. Patjetër. Një faqe e vogël është. Mundohu sa më shpejt. Po. Tiranë, thot, e mërkur 24 tetor 1945. Ora 11. Isha në Ministri i Kulturës Sejfullah Malshova. I shpura materialin e vëzhgimeve të mia me Naim Fraqin për botim kritik të lirikës së Naimit. Botim kritik i thash s'mund të bëhet, duke mos patur dorëshkrime të mjaftuarshme. Do të bëj vetëm një botim kriteri, i thash, siç e kisha parashtruar në raportin tim përpara se të vete në Poradec. Pastaj, në lidhje me vjershën që kish botuar jashtë më 1928 dhe e botoj dhe tashti, mora fjalën dhe i thash. Do të ishte një çnderim për mua, sikur t'ju nderoja se jeni ministër. Po unë ju nderoj dhe ju pyes në cilësinë tuaj si vjershëtor. Juve keni bërë një gabim në poezin tuaj që e rishtyp të tashti kundër meje, sepse gjërat që thoni atje kundër meje nuk i përgjigjen të vërtetës. Por përkundër, kur është njeriu jashtë, mund të gabohet, po ju atëherë ishit jashtë. Po tani që gjendeni në Shqipëri dhe që jeni në gjendje të kontrolloni jetën time me shumë lehtësi, ta afirmohet një mos e vërtet për mua s'është liri, por robëri. Sejfullah tha, aty në poezi nuk them si ishit, them se si do bëheshit. Unë, do me thënë Lazgushi, po juve në atë poezi, Sejfullah thoni, të blen me para, të futën në kuvli, dhe në shënimin që i keni bërë vjeshës time më 1945 thoni, hyri në pellgun oportunist, dhe u bë poet dallkauk. Dhe shënoni vetë që vjersha është shkruar më 1928. Juve thoni ashtu për mua, por mua s'më ka bler kur njeri, as me para, as pa para. As jam futur në kuvli, as kam qënë, as do jem oportunist. As jam bërë dhe as do bëhem dallkauk, por kam rojtur dhe roj si njeri i thjeshtë dhe i ndershëm vetëm me rrogën time si profesor që jam emëruar në bazë të diplomës time. Unë as e njihja zogun, as e njoha kur ndonjëherë, as shkelën ndonjëherë në parlament, por rojta gjithnjë i tërhequr, si kur doherë, si pas natyrës time. Nuk shkrojta kur as për zogun, as për ndonjë tjetër si që bënin të tjerët, që ishte ministër, dhe i bënte poezi zogut, as FV, që ishte deputet dhe i bënte dhe ai poezi zogut. Ato poezi quhen dallkaullak. Oportunizm, kuvli, jo poezia ime që fluturon e pastër dhe lirë për mi dobit dhe vogëlsirat njerëzore. Poezia për mua është liria absolute e shpirtit. Dhe një poezi që futet në relativitetet e shoqërisë dhe të kohës, të dallkaullak, që do me thënë politik, unë bet karakterin e lirisë suverante të shpirtit. Kondit kjo e artit të vërtet. Unë nuk e lejoj vete që ta ve poezit time në shërbim të kontingencave shoqërore, sepse unë jam tipi çuditshëm, jam i lirë. Mua, njeriu mund të më vjedh 100, 200, 300 Napoleona si kur t'i kisha, po karakterin tim si njeri, si artist independent, s'ma vjedh dot njeri, s'ma merr dot kur, s'ma blet dot njeri kur. Sejfullah tha, do flasim një herë tjetër me nge dhe unika, dhe hyri general Koçizotja. Këte ke gjetur në arkiv? Ky është ditari i babit tim i pabotuar. Kjo është e pabotuar. Ditarin e ka lënë në shtëpi? Ditarin e ka unë, do ta botoj më vonë. Do ta botosh. Tani, kemi disa fotografi dhe përzim bisedën dhe do na tregosh edhe ato gjëra të bukura. Jo, prandaj e lan më njan, sepse ishte njeri i lirë. Dhe pan që në fillim. Po. Okej tani. Babi, mami, ti dhe motra. Po, në Pogradec. Ku jetonit ju?
Kishim një shtëpi të vjetër që i kishte qelluar babit nga ndarja kur u dal me vëllezrit. Ai ishte shtëpi shumë e vjetër, po ne atje shkonim, sa atje rrinim. Po babi atje kishte lindur? Babi kishte lindur, po jo te kjo shtëpia. Jo te kjo shtëpi? Jo te shtëpia, në një shtëpi tjetër. Po, ju ishit një familje e lumtur? Shiko, asnjë familje që ka një artist në shtëpi nuk është familje e lumtur. Pse? Sepse ti do ndjekish ritmin e jetës atij artisti. Babi jot ishte artist apo poet? poet? Ai ka një orë biologjike të vetën. Nuk ka orë biologjike si gjithë njerëzit e tjerë. Ashtu e kishte dhe ai. Dhe ju ç'a bëni? Për shembull, ai çosh një natë dhe shkon në poezi. Ç'a bëni ju? Neve që kur lindëm, Po? çdo fëmijë që lind nga një prind artist ka një status special që nuk i ndahet gjithë jetën. Filia d'arte, thot italiani. Dhe ky status nuk na u nda gjithë jetën. Ty të thoshin gjithmonë vajza e Lazgushit? Absolutisht nuk e njifte njëri atëre Lazgushin. Po pra. Po, Ti vetë dije këtë gjë që ishe vajzë e babait? isha vajzë e babait, jo e Lazgushit. Babi im nuk botoheshe atëre. Nuk botohesh. Jo, nuk Do botohesh. të thënë, kur doli vendimi që Lazgushi nuk botohej? Nuk di, nuk botoheshe babi. Po do të thënë, nuk kishte një vendim të Kush na shkruar? tregon, unë dhe sot që kërkoj dokumentat ke autoriteti dosjeve, më kthyen përgjigje, s'ka dosje. Vetëm ky s'ka dosje. Të gjithë kanë. Këta gjithë antarët e Akademisë Shkencave, gjithë ta i kanë dosjet, ky si ka. Do të thënë, ti e duke thënë që për Lazgushin janë bërë spionime që të shkeme të, po... Jo i s'ti japin- spionime, Po çfarë? po njëri ati i rëshkiti gojat e autoritetit dosjeve dhe tha ju jeni rujt me teknik, jeni përgjuar me teknik, do të thonë. përgjuar Shtëpia me- Pogradesit ka qenë gjithë qipa. Do të thënë, shtëpia në Pogradecë? Shtëpi Pogradesit shemi shteti, nuk e shemi ai që ja shitëm ne. Jo ne, ja shiti babi. Babi ishte gjallë. Ata janë gënjeshtarë Pogradecit. Ata nuk thonë kur të vërtetën për shtëpi. Ja, ti marrin çik me radhë, se mos i ngatrojmë gjërat. Do të thënë, ty të thante autoriteti i dosjeve S'ka që dosje. jo e prit që babi jot, shtëpia ishte me çimka, prigjoj. Dëgjova, jeni përgjuar me teknik, më Me tha. teknik do të thënë që aparat, me çimka. Po, Po, pastaj babi e shiti shtëpinë? babi e shiti 86, se ne babi nuk shkovim më në Pogradec. Nuk shkoi. Po pse e shiti? Do të thënë, për këtë arsye jo Sepse kur shkoi motra, atje kishin hapur një grop dhe kishin ndezur zjarr te soba. Pra atje futeshin njerëz. Edhe do ta rënonin. Sa atje kishte syt sigurimi, t'ja shkatronte. Po pse? Po për dy arsye mendoj unë. E para njëherë ishte turpi sistemit ku jetonte ky njeri. Kur i erdhi njëherë një djalë i xhaxhait vet nga Amerika, filloi po qante. Pse? Po këtu jeton ti, i tha. Po nuk jetohesh atje, ati ishte pa nevojtore, ati ishte pa ujë, ati ishte kushte mizerabël. Pse Lazgushi jetonte në varfëri? Jo varfëri, po Arno